Vrasja është prej mëkateve më të mëdha. Është prej mëkateve shkatruese që e shkatron njeriu, çysh në jetën e kësaj bote. Vrasja e njeriu është më e rëndë se shkatrimi i qabës. Ta Allahu më e lehtë është më shkatru qabja, më rënu qabja, se sa më vrani një njeri pa të drejtë. Në transmeton Abdullah ibn Umayr radiallahu anhu, Rafain ta ketë parë pejgamberin alayhis salam duke bërë tavaf rreth qabës dhe duke thënë: sa e bukur je, sa aromë të këndshme ke, sa madhështore që je, dhe sa madhështore është shenjtëria jote. Kështu i thot pejgamberi alayhis salam qabës. Por thot pasha atë në dorën e të cilët është shpirti i Muhamedit, shenjtëria e besimtarit është më e madhe se shenjtëria jote. Pra shenjtëria e besimtarit, shenjtëria e muslimanit është më e madhe se shenjtëria e qabës. Pra çfarë shenjtërie ka qabja? Këtë musliman kthehen dhe drejtohen ka qabja në namaz. Aty e bojnë haxhin, aty bojnë tavaf rreth qabës, ndërsa njeriu ka vlerë më të madhe dhe shenjtëri më të madhe se sa vetë qabja. Ai i cili e mbyt një njeri është sikur se e ka mbyt këtë njerëzimin. Ai i cili e shpëton një njeri është sikur se më shpëtu këtë njerëzimin. Çaq mëkat i madh që është vrasja me pa të drejtë. Pendimi është gati i pamundur për vrasin. Gati se i pamundur. Se kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: kush e mbyt një besimtar me qëllim, me paramendim, dënimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të jetë aty përgjithmonë. Para më çfarë kërcënimi i madh që ja vën Allahu subhanahu wa taala vrasësit, ai i cili vëret pa hak. Fundi i tyre do të jetë zjarmi i xhenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Allahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe ka përgatitur dënim të madh. Kështu këtu Allahu subhanahu wa taala pi përmend 4 gjëra. Për përmend se vrasin ka me shtin zjarm të xhenemit, për përmend se do të jetë aty përgjithmonë, për përmend se Allahu është i hidhëruar me vrasësin, dhe 4 të përmend se Allahu e mallkon vrasësin. Allahu e mallkon atë person i cili e vret dikon pa drejtë. Kjo është prej